është i palishëm e gjitha me radhë, është barbari, janë disa njerëz ushtarë të mbretit. Pyetja ime është për logjikën e mbretit, vëlla. Pse do duhet ai që të urdhëronte një operacion të tillë i cili është antielektoral për veten dhe të dilte edhe arrestimi i palishëm? Ku është qëllimi i mbretit që po të godet ty? A. Ndjet i kërcënuar nga ty? Politikisht? Jo fizikisht. Politikisht, pra. Dje në zgjedhjet në 11 majt, juve ishit kandidat për kryeministër me partinë tuaj. Po të kishit marrë 700.000 vota. Ndjet i kërcënuar, apo do me tregu arrogancë, apo do me i dhënë mesazh tjerëve që siç po e pëston Adriatiku këtu, njëjtin fat keni edhe juve, mos guxoni të bëni protesta. Cila është për juve? Ose nuk e duron dot, më. Po ta marr me tash, po mos e duroj dot jeni futur tek mbreti Lakurish pastaj. Është shumë e thjeshtë. E para, ky zotëri e di të vërtetën e votave të 11 majit. Ai e di që ne na nxjerr të pavlefshme 16.000 vota. Nëse do të ruaj njëjti standard për Partinë Socialiste si probabilitet përqindje, duhet i kishin dalë 140.000 vota të pavlefshme PS-s me aq vota sa ka marrë. Në proporcionalitet me numrin e votuesve. Ai e di që aty është bërë masakër. E para, e dyta, ai e di të vërtetën e votës së diasporës. Ende sot DL-ja nuk i ka sjell tabelat e votës diasporës të plota, sepse nuk është bërë procesi si duhet dhe siç e përcakton ligji. Do dalim, do mbajmë përgjegjësi një ditë këta, se kështu i firmosin, pastaj një ditë ndodhsi me tunelin e Belës. Belinda Bauku. Qaf Floçi prap. Tani, e treta, ky ka menduar që do dalin fto, dimër, dorin 1, 2, 3 ditë, do ikin, më kupton, do kaloj. E ka shumë bezdi ai që qytetarët gjithë ditën aty por zyrës t'i thonë o hajdut. Më kupton, se atë bëjnë ata, refreni aty e ky është. Çdo gjysore, çdo një orë, e dirama o hajdut, edhe marrë muhabeti. E katërta, është shumë bezdisëse për të, koncepti një vatre të hapur, është një plagë e hapur, e cila ka ardhur gradualisht duke u rritur, jo në numra gjigant, por po ta vësh re ka gjithmonë një kurb rritëse, pra protesta e fundit e ditës diel, kishte mbi 3.000 qytetarë. Po. Dhe kishte të paktën 600-700 forca policore aty. Dhe atë nuk e shqetëson Adriatiku, me mua s'ka, që i bëj unë i vetëm. Atë e shqetëson fakti që ka qytetarë në këtë vend që janë të gatshëm poshtë zyrës së tij të mos kenë frikë dhe t'i thonë ja hajdut. Është guxim i madh ky.